Në fshatin e Cernaleve, mes maleve të ashpra dhe dimrave të gjatë të Gorës, ende dëgjohet tingulli i hekurt që përplaset në kudër. Është zhurma e punës së Selman Hysenajt, 74 vjeç, një nga zanaqitë e fundit të zonës, që vijon të punojë hekurin me dorë, ashtu siç e mësoi dekada më parë. Prej më shumë se gjysmë shekulli, Selmani ushtron zanatin e hekurpunuesit, një profesion që e ka shoqëruar gjithë jetën. Hapat e parë në këtë punë i hodhi shumë herët, vetëm 15 vjeç, në një kohë kur zanati ishte mënyra e vetme për të siguruar jetesën në zonat e thella malore. Kam filluar qysh i vogël, kam punu kovaçësh i vogël, kam punu mrapa, kam punu në borjen kooperativ, 1-2-3 vjet kam punu kovaç. Kam punu kovaç edhe në Cernalev mrapa një 7-8 vjet. Kam punu 15 vjet mrapa në tokë me tunele, me punime mbrojtëse që janë kanë ato. Edhe kam vazhdu edhe punën, edhe ane edhe këtu të Kovaçania. Dhe kam vazhdu gjithmonë, Kovaçania se kam lanë asnjëherë, do me thënë, pa punu. Pse e zgjodhë këtë Kovaç, pse? E zgjodha se kishte nevojë familjare, kam pas nevojë familjare që të bëj vegla se edhe të roj fëmijët me bukë. Për që ta e kam zgjedhur, se nuk është të një zanati i letë, zanati Iran është, po natyrisht detyrimisht do keme punu diçka me rujt fëmijët. Familjen tëre ka pas punu kush Kovaç, për shumë baba, dikush? Ja, e ka pas, si gjef me Kovaç e ka pas, a e që isha tere vegla ti ka pruvaj diçka do vegla, mrapa e kam shtu unë vegla gjithmonë, kam shtu vegla të kam... Zanatin ai nuk e mbajti vetëm për vete, e trashëgoi tek djali duke ruajtur vazhdimsinë e një tradite familjare që sot rrezikon të zhduket. Djali i tij është aktualisht i vetmi mjeshtër në Gorë që punon me dorë curlet, një instrument muzikor tradicional i zonës, i lidhur ngushtë me festat, dasmat dhe identitetin kulturor të kësaj treve malore. Kam pas, se kam pas dhe tornon ati, do më thënë si punon, ki djali currit punon ati. Edhe djali punon këta? Po, punon. Ja ke trashëguar djali? Po, ja kam trashëguar ati për tornon currit, si kam ba unë, dikur kam ba unë currit, mrape i kam danë anë si urita edhe ja kam danë ati zanatin e kam danë. Ashtë mjeshtri i curreve? Po, a i mjeshtri i curreve. E të më bërë me curre, mirët e. A kupton veglën e parë që ke punu, e? Cila ka qenë? Vegla e parë, kazëma, që ka qenë? Kam thash që ish i vogël kam punu, dhe më thanë që ish i vogël, vegla, kazëma, sfata, dhe më thanë sakica, satra, meshje, kretë gjanët i kam, kretë gjanët që janë Kovaçanës i kam përdorur, i kam bon. Edhe pse nuk ka kryer asnjë shkollë profesionale, Selmani e ka mësuar zanatin nga hekurpunuesit e vjetër të Kukësit. Jo shkollë, jo vetëm praktik. Kush të ka mësuar praktikën? Praktikën, kur shkojshim ka njerë në Kukës, shkojshim të Kovaçan të Kukësit, i shifshim, visim, zanati vidhet, nuk ipet me zorë, zanati vidhet. Ta keni qartë, zanati vidhet. Dhe unë kam përvecu kështu, do më thanë. Kur dole në pension, hape këtu të shpija, në pension? Edhe para pensionit kam punu edhe pension që të që jam, punoj ka pak, sa munem. Sa mund si kam se që janë mledh, veglat që dush. A ka kërkesa ka? Ka bre kërkesa që, ku janë? Shatë nejtë do më thane, sakice, këto gjana këshet janë si binë këtu që, ka është me... Se akput, do me punu e katunari, pa regullu këta nuk bane. Sot fitimi nga kjo punë është i vogël, kushtet e vështira ekonomike të banorëve të zonave malore dhe mungesa e tregut e bëjnë gjithnjë e më të vështirë mbijetesën e zanaqive. Megjithatë, Selmani shprehet se ky zanat i ka dhënë dinjitet dhe i ka siguruar jetesën ndër vite. Me punën e hekurpunuesit, ai ka rritur dhe ka mbajtur 6 fëmijë, duke dëshmuar se puna e ndershme, sado e vështirë, mund të mbajë një familje. Ma pak të marrë se ku ka katunarin lek, po hajtë ma qaqë, pak me marrë une, pak me një mojë ta,
me kalu. Qa me ba? Por afërsisht që sa viti e Kovaç, më thamë, një përve... Që ish i vogël në fakt. Qa moshe, ma me në moshën e? Qa 5-16 vjetë. Jam kanë edhe e kam përvecu qish atere. Qish atere kam vazhdu unë. Nuk e kam lanë mangut asë njerë në Kovaçanë. Kam vazhdu punën gjithmonë. A duhet më marrë trit me zanat? Po pa zanat nuk banë ordi, po... Du me thonë, do një zgjithë zanatin më të letë, do një më të ranë, po... Kjo zanat i ranë, po... Nuk le pa punë. Ashtë i vazhdushëm, do me thonë, se ashtë i nevojshëm për... Kur t'ja nesish, do me thonë, për një teslit, do me thonë që i thojna... Sakic, kazëm, kopaq, shatë, kresenet, pluq, kresenet dhe Kovacit janë. Këto janë kushtet e katuneve, do me thanë, se janë. Historia e Selban Hysenajt është një pasqyrë e jetës në zonat e thella malore të veriut, ku zanatet tradicionale po shuhen bashkë me shpopullimin, po për sa kohë që në Cernalev do të dëgjohet tingulli i hekurit mbi kudër, kjo traditë do të vazhdojë të jetojë.